Për shumë, kam një shprehje dikun, ekohidrologjia e kompleksit lagunor është e lidhur ngushtë me ndryshimet historike. Ky koncepti i ndryshimit historike. Ndryshimet historike, modifikimit që ka bërë njeriu, rrjetit hidrografik, që rrjeti hidrografik gjithmonë është privilegj me pas në qoftë se ti në këto marrëdhënie. Edhe pa në këto modifikimi që kanë ardhur deri sot duke filluar nga 5 hidrocentrale që janë Lumindrin dhe deri kur drinit i dhenë argjinatura dhe i thu do ecësh këtu ku të themun dhe do bjesh në det, atëherë shiko që duhet ta menaxhosh, duhet jetë shumë i kujdesshëm ta menaxhosh për atë qëllimin që ti ke vënë. Dhe këtu duhet në ndërhyrje shumë të kujdesshme. Në fillim ne na dukesh si paradoks kur Farudin Hoxha i ndjeri, ka pas një në 2005 dhe ne kur u bë një konferencë shkencore, thotë një gjë, thotë ne duhet ta hapim Lumindrin, ta rjetësojmë atë, që mos përmytet legja. Pra bjem ujë në dri që mos përmytet, edhe dukesh si paradoks në kuptim. Po, në fakt, edhe mund